Ky është punonjësi OSHE-s që humbi jetën i marrë gjatë riparimit të defektit Karakaçi ndaj dhimbjen me familjen. Një punonjës i OSHE-s ka humbur jetën në orët e parë të mëngjesit të sotëm gjatë një ndërhyrje për riparimin e një defekti në rrjetin elektrik në zonën e Himarës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 pas problemeve të shkaktuara në rrjet nga moti keq dhe errat e forta, të cilat sollën ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona. Punonjësi 55 vjeçar, Bashkim Boçi nga Elbasan, ishte dërguar për të ndihmuar ekipet e OSHE-s në rikthimin e energjisë për abonentët. Dyshimet paraprake janë se ai mund të jetë goditur nga rryma elektrike gjatë punës. Rrethanat e plota të ngjarjes ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Pritet edhe ekspertiza teknike që do të përcaktojë përfundimisht mënyrën se si ka ndodhur ngjarja. Pas aksidentit tragjik ka reaguar Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi, i cili ka shprehur ngushëllimet për familjen dhe kolegët e punonjësit të ndjerë. Pas çdo rikthimi të energjisë është kontributi i njerëzve që punojnë në kushte të rrezikshme, larg familjeve të tyre për t'u shërbyer qytetarëve. Sot një prej tyre nuk u kthye më, u shpreh ministri. Ministri theksoi se Bashkim Boçi ishte pjesë e OSHE Elbasan që prej vitit 2000 dhe kishte ushtruar detyrën me përkushtim dhe profesionalizëm deri në momentin e fundit. Me dhimbje të thellë mora lajmi për humbjen e jetës së kolegut ton Bashkim Boçi, i cili ra në krye të detyrës ndërsa ishte i angazhuar në riparimin e defekteve të shkaktuara nga monti keq në zonën e Himarës, deklaroi ministri. Ministri ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve dhe kolegëve të 55 vjeçarit, duke nderuar kontributin dhe sakrificën e tij në shërbim të qytetarëve. U preft në paqe, përfundoi mesazhin Karakaçi.